Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Hamdi dhe falenderimi, lutjet dhe adhurimi takojnë të vetmit Zot të pashoq për Allahu Dhul Jalal, ndërsa salavatet tona të përzemërta ja kushtojmë edukatorit ton suprem, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne do të flasim ca minuta në lidhje me vlerën e duas para iftar. Mirë po, në përgjithësi duhet të dim se ç'është duaja dhe sa ka vlerë duaja në përgjithësi, e pastaj disa fjalë më konkret për lutjen para iftarit, pasi që jemi në muaj të Ramazan. Allahu Dhul Jalal në Kur'an thot: "Ud'uni astajib lakum." Allahu Dhul Jalal në Kur'an thot: "Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum." Më luteni mua, unë t'ju përgjigjem. Në ajetin tjetër kuranor thot: "Idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'wata da'i idha da'ani falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun." Kur të pyesen ty besimtarët për mua, ti thuaju unë jam afër. Mirë po këtu nuk është fjala ti thuaju, por Allahu Dhul Jalal direkt thot: kur të pyesen besimtarët për mua, unë jam afër. Do më thonë direkt pa thuaju, unë jam afër. Ujibu da'wata da'i idha da'ani, i përgjigjem atij që më lutet kur më lutet. Falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Por ata paraprakisht le të më përgjigjen mua në urdhrat e mia dhe në ndalesat që bëj unë, e unë do t'ju përgjigjem atyre kur të lutem. Andaj, duaja luan rol të madh në jetën tonë si musliman, dhe këtë nuk bën ta anashkalojmë. Dikush thot me dua nuk bëhet gjë. Jo, me dua bëhet shumë gjë. Mirë po, duaja ka kushte. Jo vetëm po lutem, për shembull lutem të ma pranoj Allahu Dhul Jalal namazin kur pasi e kum fal namazin. Pa e fal namazin nuk bëj lutje o Zot pranoma namazin. Bëj lutje që Allahu të ma pranoj agjërimin kur unë kam agjëru. Bëj lutje që unë të kaloj në provim, të kem sukses kur unë përgatitem. Bëj lutje që Allahu të më jep bereqet. Mirë po së pari ta bëj punën, pastaj ta lipi bereqetin. Pra që do të thot, para lutjes ka kushte. Kur plotësohen kushtet, Allahu Dhul Jalal e pranon lutjen. Ndonjëherë na duket neve se Allahu Dhul Jalal nuk e ka pranuar lutjen tonë. Kjo është e gabim. Allahu Dhul Jalal të gjitha lutjet i pranon, por ndonjëherë dëshirën time nuk e plotëson. Lutjen e ka pranuar, por dëshira ime nuk është plotësuar. Pse? Duke patur bindje se Allahu Dhul Jalal e din më mirë se unë, se atë që i lutem unë Allahu Dhul Jalal nuk është në dobinë time. Lutjen e pranon, por dëshirën time nuk e plotëson. Pse? Ai e din se këtë që lipi unë, këtë që i lutem Allahu Dhul Jalal nuk është në favorin tim. Dhe Allahu Dhul Jalal na kursen. Me mos pranimin e një lutje na kursen. Pse ai e din se ajo nuk është në dobinë time. Prandaj, ose ndonjëherë Allahu Dhul Jalal nuk e pranon lutjen, e pranon lutjen, por nuk e plotëson dëshirën, nga se don të na lënë që atë dëshirë të na e plotëson me të mirat e xhenetit. Ne i lutemi për të mirat e dunjos, por Allahu Dhul Jalal don që të na gëzoj dhe të na begatoj me mirësitë e xhenetit dhe na ruan ato për jetën e amshushme. Andaj, për lutjen ka momente të dalluara ku më së miri pranohet lutja dhe ka vende të dalluara, pra luan rol. Allahu Dhul Jalal i pranon lutjet kudo që t'jemi dhe kurdo që t'i lutemi. Mirë po, ja që lutjem për shembull pranë Ka'bes duke bërë tavaf, e pranon më së miri. Lutjen në xhami e pranon më mirë se dikun tjetër. Pra janë vende të veçanta ku ne duhet t'i kushtojmë lutjes tonë, t'i lutemi Allahu Dhul Jalal. Gjithashtu ka të bëjë edhe me kohën. Për shembull,
ditave xumaja, natave xumaja, natën e Kadrit, e kështu me radhë pranohen lutje. E sidomos lutja para iftarit. Të mos gabojmë, të mos harrojmë, të mos angazhohemi me biseda tjera, me fjalë, me telefon, jo. Para iftarit duhet me u koncentru mirë edhe me ju lutë Allahu Dhul Gjelal. Nga lutjet më të preferuara, për shembull para iftarit, është Rabbena atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Lutje shumë e lehtë dhe është e njohur të shumica e muslimanëve. Pastaj Rabbena gfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Këtë e them pse është e lehtë për ta thonë, por lutja nuk është kushtet gjithmonë tjese arabisht. Mund të lutemi Allahu Dhul Gjelal ashtu si dim ne. Dhe lutja me pranuar të Allahu Dhul Gjelal është ajo të cilën e bëjmë ne duke ditë se çka jemi të thonë. Dhe e bëjmë me thellësinë e shpirtit, jo me të majt guhës. Po i lutemi Allahu Dhul Gjelal nga thellësia e shpirtit, me shpresë, me bindje se Allahu Dhul Gjelal do të na e pranoj lutje. Pra kur themi Rabbena atina fid dunya hasana, Zoti jon na jep të mira në dynja. Të mirat në dynja janë e para na udhëzo. Më e mirë të mirave është udhëzimi. Pra na udhëzo o Zot në rrugën e mbarë. Na mundëso të bëjmë vepra të mira. Pastaj na jep mirësi nga begatit tua. Në dynja na jep të mira. Wa fil akhirati hasana, gjithashtu edhe në ahiret, në botën tjetër na jep të mira. E mira ahiretit, mirësia dhe begatia e ahiretit, e jetës sa mshushme, është e xheneti. Atëherë ne i themi Allahu Dhul Gjelal, na jep mirësi nga jeta e kësaj bote, por na jep edhe, na dhuro edhe xheneti. Wa qina adhaban nar, dhe na mbroj o Zot nga ndëshkimi i zjarrit. Kjo dua e madhe. Pastaj Rabbena gfirli, o Zot më fal mua, wa liwalidayya, edhe prindet e mi, walil mu'minina, dhe mbar besimtarët dhe besimtarët, yawma yaqumul hisab, në ditën e llogarisë. Pra Zot na mëshiro, na fal, duke filluar prej vetes, prindët dhe mbar musliman. Kjo përmban pra lutja Rabbena gfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Pastaj nëse dim lutjet të Kur'anit, lutje tjera, për shembull lutje e madhe është Rabbena gfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Zot na fal neve edhe vëllezërit dhe motrat tona që kanë kaluar në botën tjetër me iman. Pra nuk lutemi ne vetëm për vete. Gjithmonë lutemi për vete, për prindët tanë dhe për mbar muslimat. Në njeri që lutet vetëm për vete, ose vetëm për vete dhe prindët e tij dhe familjen e tij, e nuk lutet për musliman, kjo nuk është në rregull. Prandaj në duajat tonë i përfshijmë të gjithë vëllezërit dhe motrat musliman. Këtë them për ata të cilët din lutje kuranore dhe lutje që i ka praktiku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po që se nuk i dim ata, atëherë a dim edhe njëherë të them, a dim të lutemi shqip. Ashtu në gjuhën tonë, Allahu Dhul Gjelal i ka kriju gjuhën dhe ai të gjitha lutjet i pranon në çfarë gjuhët që ta bëjmë. E sidomos nëse lutja është nga Kur'ani dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra ti kushtojmë kujdes kohës së çmuar, kohës së ardhë para iftarit, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, disa duaja nuk refuzohen. Një prej tyre është duaja e agjërusit para iftarit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para iftarit e bonte këtë lutje. Dhahaba adh-dhama'u wal-ju' wabtallat al-uruq wa baqiya al-ajru insha Allah. Shkurt shkoi etja dhe uria dhe u terën gjersat, sa që ka qenë nxehtë dhe janë gjersuni, dhe mbeti shpërblimi. Kështu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lodhja, uria, etja, këto shkun, u harrun. Me të pirë një gotë ujë, me 2-3 kokra hurma, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bë iftar dhe ka bë këtë lutje.
ka thonë shkoj etja, uria, gjersët u terën e kështu me radhë, por mbeti pra shpërblimi. Dhe ne, për çdo rast, duhet ta kemi parasysh këta. Lodhemi duke mësuar, duke studiuar. Do të harrohet ajo, do të mbese shkollimi, dituria. Lodhemi duke mësu Kur'anin, ajo do harrohet, do mbese shpërblimi. Lodhemi duke mësu Kur'anin për menç, edhe ajo do harrohet. Lodhemi, ngrihemi në mëngjes, falim sabahun, edhe ajo do harrohet, do mbese shpërblimi. Pra parim është në Islam të gjitha lodhjet që na duken lodhje, kur ne bëjmë një punë të hajrit, ato do të harrohen, do të mbese pra shpërblimi. Edhe njëherë ndalemi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot, shfrytëzonje kohën para iftarit, se lutja para iftarit pranohet, lutja e prindërve ndaj e vladit pranohet, e ka shumë raste tjera, por ne do të ndalemi, me kaq do të mjaftohemi, sidomos të fokusohemi në lutjet para iftarit. E lutim Allahun dhul xhelal të na mundson dhe të na lehtëson agjërimin, të na pranon agjërimin dhe të na i pranon lutjet tona të gjitha, e sidomos ato para iftarit. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.